Të nderuar miq, do të flasim për zgjedhjet në Kosovë. Procesi është mbyllur i 7 qershorit. Fitues është Albin Kurti, Lëvizja e Vetvendosje, por më shumë gjanë si humbje sesa përfitore, pasi u fut për të i fituar të dyja, pas qeverisë edhe presidencën, por në fakt i humbi të dyja, sepse edhe qeverin nuk arrin ta bëjë vetëm, pra me shumicën që mori në këto zgjedhje, gati 42-43%, nga 51% që ishte, që i duhet koalicion për të bërë qeverinë e re. Të gjitha partitë e tjera janë rritur, por rritja më e madhe, edhe duket sikur fituesja e këtyre zgjedhjeve duket si ishte AKA me kryetarin e ri, që në fakt kishte dyshime të forta nëse do hynte apo jo në parlament, por ka arritur të ketë një rritje më të lartë, ndërkohë që syt kanë qenë edhe tek LDK-ja pas kthimit të Vjosa Osmanit, e cila mbrëmjen e djeshme e rideklaroi edhe një herë ambicin që ky është momenti që ajo duhet të marrë mandatin e dytë për presidente. Megjithatë, për të folur për situatën politike dhe skenën tani, arkitekturën e re atje, kam të ftuar mikun e emisionit tonë, profesorin zotin Selatin Vetkoceri. Profesor, mirëmëngjes dhe faleminderit shumë. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju, profesor. Në biseda që ne kemi zhvilluar, për së vërtetës, ju e kishit parashikuar një rënje të Lëvizjes Vetvendosje. Por tani çfarë ndodh tani me këto rezultate edhe me këtë pasqyrë që kemi? Në radhë parë, duhet falenderojmë popullin e Kosovës për edhe një dalje të dinjitetshme, zgjedhje që kaluan pa asnjë problem, pa asnjë ekces. Edhe pse partia në pushtet ishte shumë e interesuar që popullin ta fus në një konflikt me përmasa që nuk mund t'i merr me mend askush, por megjithatë shqiptarët treguan edhe një herë se janë jashtëzakonisht të pjekun për procese të tilla zgjedhore dhe kaluam si është më së miri. Nuk kemi ndëgjuar se ka pas ndonjë problem dikun që duhet ta përmendim këtë rast, andaj i falenderojmë qytetarët për një pjekuri edhe vedije të lartë politike që nuk ne ndëgjuan liderin e tyre absolut dhe të bëjnë probleme të cilat do të zbehnin imazhin e Republikës së Kosovës. Një falenderim, domethënë mirënjohje për punën e tyre, në fakt edhe për stafin e KQZ-s, sepse në orën 10 aty ishin rezultatet votare, kurse po ta marrim me Shqipëri këtu në orën 10, pritet nis procesi numërimit. Edhe KQZ-ja kësaj radhe doli edhe një exit poll që e kishim në Klan Kosova, edhe ai ishte shumë i saktë, dhe kjo tregon se vërtet jemi mirë në këtë drejtim, edhe urojmë edhe dëshirojmë që gjithmonë edhe në të ardhmen të kemi një proces të tillë. Për ndryshe konsideroj se pjesëmarrja e qytetarëve në këtë zgjedhjeve është e konsideruar, sepse Kosova nuk i ka 2 milion votues, përkundër asaj që në listë atje zgjedhore tregohet se jemi afër 2 milion qytetarë me të drejtë vote, por nëse e marrim popullsinë aktive e cila jeton në Kosovë, besoj që përqindja është më e larta në Evropë që dikush del në zgjedhje. Ju thonë profesor që 200.000 vota që mungojnë janë të diasporës. Po, ajo që e kemi thënë në intervista tjera, 200.000 votat, kjo sot tregoj shumë sakt, edhe pse ka pas mërkimtarë që kanë ardhur direkt votojnë në Kosovë, por numri tyre nuk duhet ta kaloj 30.000, 40.000, kështu që del ajo prognoza e kaluar se në Kosovë në zgjedhjet e dhjetorit kanë marrë pjesë afër 250.000 qytetarë, të cilët kësaj radhe munguan, por megjithatë edhe votimi me postë edhe nëpër ambasada është tehet i madh, kanë qenë të paraqitur mbi 140.000, janë lajmëruar për të votuar, më duket se të vlefshme janë rreth 100.000 vota, kështu që pritet që ajo votë të jetë me numër më të madh për vetvendosjen, sigurisht mund të kapë 70%, kështu që rezultati i cili doli mbrëm mund të psojë ndryshime, por megjithatë
do t'jetë dikon aty të 45-46% për lëvizjen vendendosje. Ti ka humbur fund deri tani, mund të shkojë nga 7-9, thonë, diçka e tillë. Po, ashtu shumë në rregull është. Çka duhet të themi tjetër për këtë proces? Fushata megjithatë me pak gabime apo me thirrje jo të mira nga ana e lëvizjes vendendosje, megjithatë ka shkuar shumë mirë, edhe fati ishte fushatë e shkurt, edhe u po se nuk do të ketë fyrje sharje, edhe kjo është një paralajmërim se mund të ketë koalicione në të ardhmen, cilat do të jenë ato, gjosat janë sepse mbrëm veç e pom një lloj paralajmërimi i zonjës Vjosa Osmani, e cila në një farë mënyrë tha tani nuk ka arsye që lëvizja vendosje apo Albin Kurtit mos më pranoj mua si kandidate për presidente, gjë që është një skandal në vete. Është një skandal në vete dhe zonja presidente bëri gabim të madh që e dha ofertën për presidente, sepse unë them që lëvizjet apo ngritja e lidhjes demokratike të Kosovës është minore, është jashtëzakonisht e vogël, edhe nuk them se ka diçka këtu meritat të mëdha zonja Vjosa Osmani. Nëse Vjosa Osmani mund të ketë ndikim, atëherë ai ndikim duhet të jetë në vota që kanë ardhur nga diaspora, aty do të shifet ndikimi. Përndryshe, ndikim në Kosovë zonja Vjosa Osmani nuk ka pas, sepse as pak nuk ka dalë mbi votën e shkurtit të vitit 2025. Kështu që shumë i atribuohet faktit që ra numri pjesëmarrësve, përqindja, edhe kemi këtë rritje të ndryshim, domethënë të vogël, të ndjeshëm, dhe diku shkonte gati 3000 vota, në mos gaboj 6000 përpara. Domethënë një papërfillshme, shumë e vogël. Shumë pak është e papërfillshme, edhe të gjithë kemi prit vërtet që tjetë një përqindje aty të 20-shi, unë asnjëherë nuk në televizione tjera veç para një jave në 21 e kom paralajmëruar këtë përqindje 18% të lidhjes demokratike, 20-22% kam paralajmëruar për dukën, derisa te vetvendosja kom prit një rënje më të madhe, sepse megjithatë votuesi vendor nuk e ka votuar më shumë se 30% vëvën. Por vota që ka ardhur direkt në Kosovë kanë ndikuar spaku në një 50.000 vota në favor të lëvizjes vendosje, por njëkohësisht edhe parat e shpërndara në prag zgjedhjeve, edhe rruga 13, paga 13, edhe këtu parat për rastet e ndryshme, fëmijët, nënat lehona, pensionistët, studentët, sektorit privat, unë nuk them se ajo para ndikon 50% e elektorati, por megjithatë ndikon të 20% e masës së qytetarëve, e 20% e trupës votuese. Është inercia e pushtetit që është përpara normalisht. Po, edhe inercioni i pushtetit, edhe krejt ato, domethënë Albin Kurti me krejt mekanizmat shtetëror i ka shfrytzuar edhe paran, edhe gjithçka është humbsi më i madh i këtyre zgjedhjeve. Por problemi për mua qëndron se çka tash e tutje. Mendoj se opozita, Betri Hamza, bashkë me Lumir Abdigjikun dhe Vjosa Osmani, ata dy kanë shku tandem. Nuk e kanë bërë atë që doshta bëj opozita. Edhe këta zotëri duhet japin ndërheqje qysh mbrëm është dashur të tërhiqen, sepse Lumiri tha që nga 13-a vajtëm te 18-a. Po Lumiri mu më befasoi në pata edhe një postim me pata një shkrem se Lumir Abdigjiku e priti i buzëqeshur, se ka fituar zgjedhjet. Vërtet unë nuk i kuptoj këta njerëz, nuk e kuptoj këtë lider politik Lumir Abdigjiku, i cili e mori me shumë sportivitet, sikurse i ka fituar zgjedhjet. Ai mbeti i treti në ranglistën e partive politike, në anën tjetër Betri Hamza paralajmëronte
se ne do ta bëjmë qeverinë e do t'ja japim pozitën e kryetarit zotit Albin Kurti, ata duhet mendojnë se si duhet ta heqin Kurtin prej pushtetit. Po, në fakt, profesor, se po ju ndërpres PDK-ja për hir të vërtetës me problemet e shumta brenda. Pa kryetar, pra një kryetar thuajse i komanduar, teknik, ka arritur që ta ruaj gjithmonë atë elektoratin e vet aty. Pra po reziston në pritje ndoshta atë vendimi nga Haga për të marrë një tjetër rrjedhë. Pra ka qenë gjithmonë në mbrojtje. Po, megjithatë, në këtë gjendje çfarë ishin subjektet politike. Ne shkuam në zgjedhje të katërta me radhë dhe PDK-ja mos t'i merr, mos ta zgjoj elektoratin e vet fjetur. 45 atje në Drenas pati numër shumë Ndrenic, edhe në Drenas, edhe në Skenderaj, ra numri i votuesve. Kjo nuk është në rregull, sepse të jesh ti partia që synon pushtetin, edhe të mbeten në shtëpi 50.000 votues mos dalin në votim, kjo vërtet është e pa kuptim. Sepse Fatmir Limaj megjithatë në Malishev e rujti pozicionin e parë. Edhe pse nuk i pati një bashkim qoftë edhe mekanik, pra votat e Limajt kaluan nga PDK-ja. Jo, ashtu si është prit, jo 100%, por megjithatë u vrejt se votat e Limajt e kanë kalu në Partinë Demokratike të Kosovës. Por unë them se Betri Hamza nuk guxon në asnjë mënyrë të paralajmëroj koalicione, sepse i vetmi shpëtim i Republikës Kosovës në këtë rast është që Albin Kurti, diktatori në ardhje, autoritari, të heqet prej pushtetit, sepse ai njeri nuk bën të vazhdojnë në pushtet. Populli e bërit veten, por vetëm paraja kësaj radhe e ka mbajt. Kështu që nëse opozita mund të organizohet edhe të bojkotoj gjithsesi koalicionin me lëvizjen vetëvendosjen, qoftë e të shkojmë edhe një palë zgjedhje të reja, është më e mira për këtë vend, sepse Kurti tani më është rrezik permanent i Republikës Kosovës, edhe ky njeri duhet të shporret nga pushteti, sepse Kosova nuk mund të mbijetoj, nuk mund të ekzistoj me një njeri të tillë me tendenca autoritare, edhe fakt veç mbrëm paraqitjen e tij publike në sheshin Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ai e shkeli kushtetutën, sepse tha kthehemi të gjithë në punë, qeveria, ministrat, presidentja. Presidentja është që nga mbrëm, kur ajo është bërë deputete, nuk është më presidente, është shkelje direkte e kushtetutës. Kështu që Kosova në kushtet rregullta, kushtetuese është pa presidente, pa president. Andaj, ky zotëri nuk guxon në këtë mënyrë të vazhdoj të shkel kushtetutën, sepse kjo vërtet është e palejuar dhe nuk i takon një njeriu që megjithatë po merr mbi 42-45% votave, gjë që po manipulon edhe po e udhëheq keq këtë popull drejt një paralajmërimi ogurzi që ka të bëj me një konflikt, por për fat nuk e ndëgjuan. Po të ndëgjonim disa zëra, të cilët erdhen nga diaspora, thuaj se ata mendonin se kanë ardhur në luftë. Nuk kanë ardhur me votu, po kanë ardhur në luftë, sepse çdori që e ka publiku thirrja që ka bë Albin Kurti, faktikisht e ka thirrë diasporën vi këtu edhe ta dominoj skenën politike, edhe në një farë mënyrë të nxjisë konflikte të cilat për fat ky popull kësaj radhe nuk e hëngri. Edhe unë besoj që nuk do t'i haj kurrë në të ardhmen dhe ky popull është aq i vetëdijshëm sa që shumë shpejt do ta shporë Albin Kurtin nga qeverisja e Republikës Kosovës. Profesor, edhe diçka kam për ta mbyllur, tek ajo që festa mbrëm
në fakt ndoshta gabohem, po më duk ishin si shumë të sforcuar, edhe me një buzëqeshje të ngrirë më tepër ngjante sikur ishin një vaki, në fakt. Por tani çfarë ndodh tani në vazhdim? Ju mendoni që Kurti normalisht përpiqet do t'i bëj prap me LDK-n për koalicion, apo ndoshta mund të jetë edhe një bashkim tërësor i gjithë opozitës, si mund shkojë të paktën deri te formimi i qeverisë, jo për të marrë presidencën më pas. Unë nuk mendoj opozita që do të jetë në gjendje, sidomos për shkak të LDK-s, nuk do të jetë unike, edhe nuk do të jetë në gjendje sepse raporti pritet të jetë 50-50 i shqiptarëve, pa minoritete, nuk po i llogares këto, ose 51 me 49 në favor të opozitës, ose kundërta 51, domethënë aq varet shumë prej votës që vjen me post edhe votës diasporës. Dhe këtu nëse rezultati del 50-50, sigurisht favorite në këtë rast është lëvizja vetëvendosje. Në anën tjetër, nëse del 51 për opozitën, duhet me njëherë të mendohet që opozita të bëj një blok edhe ta blokoj zotin Kurti edhe mos shkoj askush me te në qeverisje. Në anën tjetër shifet qartë se Vjosa Osmani e ka vetëm qëllimin e vet që të bëhet presidente edhe fare nuk i intereson fati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe ajo veç e dha mbrëm. Në anën tjetër, mbrëm nuk është vrejt ndonjë entuziasëm shumë i madh i zotit Kurti, sepse ai e din shumë mirë që në këtë rast ka humbur. Të humbë është 200.000 vota, brenda 6 muajve është humbje katastrofale e zotit Kurti, sepse ai ka shkuar këto zgjedhje për të fituar 61%, si është deklaruar disa herë. Unë nuk pres nga ky proces diçka të mirë, sepse Kurti do të provoj që të bëj koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës. Unë uroj që Partia Demokratike e Kosovës mos pranoj në një koalicion me lëvizjen vetëvendosje, derisa mendoj thellë që zotënjes Vjosa Osmani nuk do t'ja jep rastin Kurti edhe një herë të bëhet presidente. Nuk do t'ja jep për ndryshe. Lidhja Demokratike ka me pranu. Ajo mbrëm veç e pranoj koalicionin, por kështu që e pranoj koalicionin, kjo është. Sepse me lidhjen demokratike edhe me lëvizjen vetëvendosje asnjë proces nuk mund me shku përpara. Kto binduni, pa marrë pjesë Alianca për Armërinë e Kosovës ose Partia Demokratike e Kosovës, këto procese të mëdha të cilat i ka Republika e Kosovës, nuk mund të zgjidhet as dialogu me Serbinë, as marrëveshjen ndërkombëtare, as integrimin në NATO, as gjë nuk mund të bëhet me lëvizjen vetëvendosje edhe eventualisht koalicione me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Pa marrë pjesë në koalicione ose në pushtet, partitë që janë ardhur prej luftës i kanë të kota të gjitha përpjekjet të cilat i din këto Kurti, prandaj nuk e dën më Lidhjen Demokratike të Kosovës në koalicion, por dën të futet në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, eventualisht me që tani Ardian Xhini është në krye të Aliancës për Armërinë e Kosovës, mund të i kalon edhe Ardian Xhini bashkë me LDK-n edhe lëvizjen vetëvendosje, ka mundësi të, nëse kuptohet Albini nuk është interesuar që të bie edhe pak në vota, sepse këto vota janë të tepërta. Ai në esencë ka shku në zgjedhje, siç e kom thonë te te kom thonë zoti Balla, se Albini nuk po shkon në zgjedhje për me fitu. Albini po shkon në zgjedhje me humb. Por ky popull nuk po e kupton, sepse Albini nuk është i den me menaxhu krejt këtë problem që ja ka bo Kosovës. Andaj ai dëshiron të humb.
përsëri edhe 42%, 43% zoj pat, janë tepër për te. Janë tepër edhe ai është pa, sepse kemi ai e shkatroj ekonomin, ai e shkatroj biznesin privat, ai e ka shkatru shkollën, e ka shkatru shëndetësin, ka shkatru gjithë shka. Kosova është pa infrastrukturë, Kosova pa perspektivë në NATO, Kosova ka shkatru marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kosova nuk është askund në arenën ndërkombëtare, domethënë Kosova është në gjendje të mjeruar, ai e din këtë. Por rrugën që e ka fillu është super autoritare, edhe ai e ka hyrë këtë, e din që nuk i shkon, e din që nuk ja pranon edhe nuk mund të ecë më tutje, sepse unë mendoj Kosova ka mbetë si problem shumë i vogël, për ndryshe jam i bindun që Amerika nuk do ta lejonte. E pam edhe komisionerin e Bashkimit Evropian, ai erdhi për një porosi, edhe ju la porosi liderëve të Kosovës, por i la një porosi edhe popullit. E pam edhe reagimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, çka na tha. Na tha se në këtë formë nuk shkon më, nuk Kosova bë e padurueshme, por megjithatë unë jam i bindun që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përkundër asaj që një pjesë e madhe e popullatës kanë çuar dur, derisa të kaluarën Kosova ishte 90% pro-amerikane. Sot Kosova te 70% që është pro-amerikane, dhe për çdo ditë po bjen përkraja e Kosovës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova pa Amerikën nuk ka të ardhme, pa Evropën mund të themi se mund edhe të kaloj disi, por pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa gazin amerikan, na dërgojnë letër ambasadorja, na shkruajnë letër që ta pranojmë gazin, sepse s'keni komo, ne ende tallemi, ende nuk ka reagu zoti Kurti, edhe në aty në përballje që ishte zoti Glauko Njufsa, ai nuk ken gjendje me thënë që gazi amerikan duhet të pranohet, sepse është shumë strategjike, sepse gazi amerikan që nesër duhet të shkojnë në Serbi, duhet të kalojnë nëpërmjet Kosovës, Maqedonisë, Kosovës edhe Serbisë. Edhe ajo është diçka shumë strategjike, pa marrë parasysh koston, pa marrë parasysh çmimet. Nëse diçka në sektorin energjetik, që është njëkohësisht edhe sektori i sigurisë, na ofron Amerika, e ne ta refuzojmë, nuk mund t'i them asgjë tjetër përveç çmenduri politike e zotit Kurti. Andaj urojmë që nëse kemi koalicion, të kemi një koalicion të fortëve me këta të doptit e vetëvendosjes, sido që tjetë, kur kemi koalicion të fortëve, po them politik, që është PDK-ja edhe Alianca për Arminë e Kosovës, mendoj edhe kë negativitet i zotit Kurti mund të bllokohet edhe mund mos të jetë kaq i shprehur siç ka qenë për këto 6 vitet e fundit, që Kosova jo që ka vend numru, por ka shku mrapa në të gjitha aspektet. Profesor, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe sigurisht që me këtë pjesë, sidomos të fundit që ju e mbyllët, që duket sikur është edhe më e rëndësishmja, çështja e gazit që Kurti duket sikur e ka kthyer edhe në çështje ideologjike, por edhe ajo që tha Marco Rubio, që për fat keq ishte lajm i keq për ne, që për momentin nuk e shikon si prioritet punën e Kosovës për antarësimin në NATO. Shpresoj që te kjo ketë një reflektim, sikur e thatë ju, te marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, se pa Europën që nuk dihet ku ka kokën për momentin, por SBA-ja jetë gjithmonë aty. Profesor, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe sigurisht që edhe diçka, jam i bindur që me angazhimin e dy subjekteve që unë i përmenda, por deri dikon edhe të LDK-s Kosova datën brenda mas lartë 2 viteve do ta shetë. Por me vetëvendosjen jemi shumë larg, ata e tha dhe Marco Rubio dhe atë që e tha Amerika, unë i besoj, jam shumë i bindur, andaj duhet që Kosova ta pranoj me njëherë gazin amerikan edhe të ecim tutje, sepse për ndryshe
do të vendnumrojmë apo do të shkojmë mbrapsht siç kemi shku që 6 vite. Faleminderit shumë. Profesor, faleminderit ju dhe duket sikur ky është një rifillim i ri edhe duket sikur kemi shumë për të folur me krizën që sapo ka nisur prapë. Do jetë një verë nxehtë, jo vetëm për temperaturat, por edhe në aspektin politik. Faleminderit shumë profesor. Jeni i mirëpritur dhe gjithmonë i gatshëm për Faleminderit. Për intervista. Faleminderit shumë. Profesor.